Ani, olju për e të qëto. Qëka një të bo, bre? Kjo king. Qëka një të bo, a halit? A u ka halit, kalzo? Ja. Nime? A olju dhe ti, që shkallove? Po si njerin punë, bre, mu? Edhe pa u lodh, jo. Qëka me bo? A dënë me hongër buk një hera me pushu? Vallaj, jo që s'jam mund, po knaqë me njerë me këtë pisim. Po pushoj pak mas nej. Ani, u bësë, edhe nësë është që këmë bo najsan, vëtë s'po dinë është e mi bo dhe makaru. Po, ani, kresore me hongër nëse. Që ka lidhje? Vesh pak në drisë telefonit të bo. Alo? E erëtën? Vallaj, mirëve, po, në shpe, po. Qesa edha për punë, valla? Po? E po, hajde, që më njerë. Po, hajde. Që, dole. Kush është? Kush ke? Ki pronari shpijes, artoni. Sigur të ka dhejë që ja kena vënu. Hajde, Barton. Ja, faleminderit. Ai mirë. Hajde. Nuk jam për mrena. Hajde se sa erdha pi punë vallaj. Hajde. Mirë, ti ke ardhur pi punës, po ke pozme para 2 javëve me më thirr. Barton, besë bëj burë se në gosht jam. S'po ma qet, be. Vallaj s'po ma qet. Beson se fëmijë me boksën jam të i. Ai nuk është problemi jam hiç. Ai është problemi juti. Po nuk ka me punë aja gjdo muj, 2 javë, 3 javë, me orë me t'i lyp. Ti e di që kur i me marrë vesh, me të parin ke pas me dhanë. Mirë be, kush dënë me vënu borgjin? A ka gjema një që dënë me vënu borgjin? Shpirti jem bre din se qish i qenë shkolla të fëmijune? Qish i është qeda të fëmijune? Nuk kam be vlla. Po ti nuk i, po ka dikush që ka. Edhe e pagun me rregull. Ti nëse s'munësh me nejtë gati, lësho ma shpijen edhe e gjojën e dikon që mi krymë në rejtë. Artan, mos mi shashtis min. Mos mi leben këtë të se ka ku, Artan. Kibe pak shpirt, kibe pak mshirë. Ngom se nuk po kom ku, unë e mu mirë me ngom mas parën fëmija. Një javë i ki afat, ma liron shpijen edhe ditën e mirë. Artan, ma be jam të lutë si vla jam të lutë. Për të mirë. Qa tha? E nësa i mirë? Po mirë. Bab, ajo dhe e parë që ja kena basa? Jo, bab. Jo. Sjallash. Do shta gjenë në shpi edhe ma të mirë se kjo. Bab, e pse e mërzit? Se mërzit, bab. Po, u mërdhina jashtë, bab. Të folë me atë, edhe jam lodhë të puna. Që ta se mërzit, babi. Po, babi, për juve jetojë, ne. Juve ju kam jetë. E kujdojna me shkunda, kush na bjen shkollë? Po pse me pa mërzitesh? Ndështë ati ku kina me shku është shkolla edhe ma ofër se këto. Po, o bab, nasa po mëson me shok të lagjës, ti po në ndronë shpijë.
Enis. O, dullo. Baba në dha me vlla se s'pash valla. Paj, shoh se s'ka ne keni pare. S'jam valla. Si je? Mirë, ti si? A je mirë? Rahat? Ti si kalon? Valla e mirë be. Mirë, që. Pizza mirë. Shka ka, s'ka ne mirë. Mirë be dull. Mirë, ka dherë zoti mirë. Me shnet mirë, na fëmijët mirë janë. Qetër se qështë ta kishë shkrujt zoti, qka me bo? A, Enis. Në të vërë që si që e nisi njëtë, po. A i ka të në shakijet, qka të mëna? Qa me të kalëzo be dull? Ketë qka kam du me i mojtë për veti. Kretë stranësia qka i kam i mojtë, ne të mranojnë mu. Kërkujtë zdu mi qitë ranë. Ja, Enis, ja. Gabi me kje qëto. Nëjna shokë, të mirët ke që dush me da me mua. Dullo. E di be vllati se jeta më ka shumë e qiraja. Fëmijët i rrita une në për shtëpia tuja. E di se mi ka falë Zotit digjem si drita. Po këtu ku jam shti, do mujt e fundit një me i kum pas do probleme pak do rasia mas mdoja dhe ja pa të vonu qirajnë. Një mujt, dy. E ishtë nërvëzu, njeri erdhë. Banë që ka duaj shta me mashtu shpije. Që isha bashkë që ta? Po, zot, po. Kur më rënë si më ku. Po kur i shë që të fëmija din, edhe më nalim pak se shumë shpesh të më shumenja edhe për ma keq me mua. Që njere për gjithmonë me i dhonë fund jetës. A jemi ti ta mama ja. Bash, shti, i të më shti, me bëni se vap qik. Se në përshkru. O dull, s'ka se vap, mo. Edhe me dash m'ja paguj Tiranë s'pranon e, mo. A ti nuk i interese ke pare, e vdesh më tha m'ja shtu shpinë sa ma shpejt. O, Enis. Ti e di be ma se me shpinë e rejtë që e këmë drejtë. Atë shpinë e vetë e këmë lanën, e që për vikendet qëto, për qaj. Bilet ka në drejtë, si këmë dalë këtu, së më shkohet atje. Ti jam qelsat, mere, gëzoj qatë shpitave, për hajtë pishtaj, asë qira, asë kur gjo s'duhe, asë më mabli, asë kur gjo. Pi qefit në me kije, bile nesë shkojmë në tërë e bajna. O dullo, a e din qka i të folja jo? Bile në gjamina, vallahi, billahi. Bile muas asë më dujtë e shpita, vla. Në e gëzoj me fmit, edhe tira atosh. Ti e di që në vlas një s'ka, s'ka kështë përzit më, vla. Dullo, ti po të me ma këthi jetën për smirja? Po Enis, unë jam vesë një sebe. Kreta e nalë më ka urdhnu. Dullo, s'ka përshkrim. Ti që më gëzove mu, Allah i të gëzoft me shpinë gjenet inshallah. Amin. A e të po? A e të po? A gjithmonë ka më kanë shpja jona? Po, me shpirt, po, gjithmonë ka më kone jona. Shtash, ti do është veç jetër me shiu, mu gnash, me ngu mamin, me mësu. Qato? Kush është si zoti? A e të po? Baba kina me pas ma shumë para ma ngër buk ma mirë. Gjalja, mos i bota shpytje shumë babit. Se ta shkrit senët kanë me konë ma mirë, edhe ne këna me konë ma të lumëtur, edhe babi s'ka me konë ma i mërzitën, ka me konë veç i lumëtur, edhe shumë sene këna mi pas ma mirë.
Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar vëllezër dhe motra, pas epizodit që pam sot, edhe ne do ta trajtojmë temën e qiraxhiut duke u bazuar në aspektin fetar islam. Po të donte Zoti i Madhreshëm, do t'i krijonte të gjithë njerëzit njësoj, pra të gjithë njerëzit do t'i krijonte të pasur, apo do t'ju dërgonte të gjithë rrezik të bollshëm. Mirëpo ai me dëshirën dhe me vullnetin e tij dëshiroi që në mesin e tyre të ketë edhe të atill që ju çon rrezik të pakt, apo jo të mjaftueshëm sipas asaj që ne mendojmë. Andaj, vërtet nëse të dy palët, edhe të pasurit, edhe ata të cilët Allahu i ka sprovuar me rrezik të pakët, din ta menaxhojnë sprovën, din të përballen me sprovën ashtu siç duhet, të dy palët do të dalin fitimtar dhe do të arrijnë shpërblim tek Zoti i Madhreshëm. Muhamedi alayhis salam gjatë pejgamberllëkut të tij apo gjatë jetës së tij, ai shpesh herën kishte raste kur ballafaqohej me situata të vështira dhe detyrohej të merrte borx nga të tjerët, madje edhe prej jo muslimanëve. E kishte raste kur edhe merrte diçka me qera. Mirëpo ai alayhis salam borxhin e paguante me kohë dhe qeran gjithashtu e kthente apo e paguante në kohën e caktuar. Por edhe ne besimtarët, edhe ne muslimanët, shpesh herë na ndodh që të marrim borx nga të tjerët, apo ta marrim ndonjë shtëpi apo banesë me qera. Por jo gjithherë rrethonat na mundsojnë që borxhin ta kthejmë me kohë dhe qiran ta paguajmë në kohën e caktuar. Ndaj, në këto raste dhe në këto rrethona, borxdhënësi apo qiradhënësi, pra duhet që ta afatizoj, pra t'i jep kohë më tepër borxhliut apo qiraxhiut në mënyrë që ai të ketë kohë të mjaftueshme ta paguan qiran apo borxhin e tij. Kështu na ka mësuar Allahu xhaleshanuhu në Kur'anin famëlar, pra ai në një ajet kuranor thot: "Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maysara wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Pra e nëse ai borxhliu është në gjendje të vështirë, atëherë bëni një pritje derisa atij t'i vijë ndonjë çlirim apo ndonjë lehtësim, pra derisa Allahu xhaleshanuhu t'ia lehtësoj atij. Po nëse ja falni borxhin në emër të sadakas, pra ajo është më mirë për ju. Pra nga ky ajet, pra ne kuptojmë se ne si besimtar dhe si musliman, në rastet të tilla pra i kemi dy mundësi. Pra ose t'u ashtym borxhin, pagesën e borxhit ose qeras, atyre që kanë vështirësi ta paguajnë, ose në rastet më të mira pra t'u falim krejt, pra në mënyrë që t'u largojmë, domethënë këtë vështirësi. Pra kështu na ka mësuar edhe pejgamberi alayhis salatu vesselam. Pra që ne besimtarve t'ua lehtësojmë gjërat e jo t'ua vështirësojmë. Ai në një prej haditheve apo thënieve të tij ka thënë: "Yassiru wa la tu'assiru." Pra lehtësoni e mos vështirësoni. Ne nuk e përjashtojmë mundësinë që ndonjëherë ka njerëz që e keqpërdorin aspektin e borxhit apo qeras. Pra ka njerëz që kanë për ta paguar borxhin apo qeran, por nuk e paguajnë. Për këto raste ka tërhequr vërejtjen i dërguari alayhis salam. Ai në një prej thënieve të tij thot: "Matlul ghaniyyi dhulmun." Stërzgjatja e borxhit pra nga i pasuri është padrejtësi, është zullum. Po ashtu në një prej haditheve të tij, pejgamberi alayhis salam ka tërhequr vërejtjen se Allahu ka me ja dëmtuar pasurinë ai i cili ka mundësi me paguar borxhin e nuk e bën. Përndryshe, pra ne si besimtar, si musliman, pra nuk bën në asnjë mënyrë që vllaun ton ta largojmë nga banesa apo nga shtëpia në rast se ai nuk ka mjaftueshëm për ta paguar qeran. Pra ne duhet ta qesim veten ton në pozitën e tij.
por sa kishëm dashur ne që dikush na largoj nga shtëpia dhe të na lën në rrugë. I dërguari alayhi salam në një prej thënieve të tij ka thënë: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nuk e ka arritur askush prej jush besimin e plot përderisa t'ja dëshiroj vllaut të vet atë që dëshiron për vete. Pra përderisa ne nuk ishëm dashur që dikush t'na përzë dhe t'na lënë në rrugë, andaj as ne mos t'ja dëshirojmë dikujt tjetër dhe mos ta detirojmë dikë tjetër që të mbetet në rrugë për shkak të mos pagesës qeras. Pra, t'ja u lehtësojmë vëllezërve dhe motrave tona mundësinë e pagesës së borxhit apo qeras dhe t'u largojmë këtë breng, sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë në një hadith, ai i cili ja largon një breng, pra një vllau të vet musliman, pra një breng nga brengat e dunjas, Allahu xhaleshanuhu pra kam me ja larguar një breng prej brengave të ahiretit apo prej botës, prej brengave në botën tjetër. Andaj ne e lusim Allahun xhaleshanuhu që t'u ashton pasurinë dhe të mirat e tij ndaj jush. Zoti xhaleshanuhu ju shpërbleft. Allahu ua mundsoft që nëse ndodh rastësisht të keni vështirësi pra në pagesën e borxhit apo qeras, pra Zoti xhaleshanuhu ua lehtësoft dhe ua mundsoft që t'i kryeni këto pagesa me rregull dhe me kohë. Nuk themi tjetër për fund përveç se falënderimi qoftë Allahut, Zotit të botrave.